Dëshmitari i mbrojtur i drejtësisë Erion Alibej rrëfeu se ka urdhëruar ekzekutimin e 6 personave. Për njërin, Angelo Avdin, thotë se nuk kishte dhënë porosi të vritej, por fatkeqësisht ai u gjen në makinë me autorin që i kishte vrarë vëllain, Endrit Alibej. Ka qenë pikërisht ekzekutimi i këtij të fundit që çeli sagën e gjatë të hakmarrjeve e që shkaktuan disa viktima nga përplasja e fortë mes grupeve të organizuara në Elbasan. Po, jam financuesi i vrasjes së Dorian Shkozës. Jam pjesëmarrës në vrasjen e vëllezër Viktor dhe Besmir Haxhia, Bujar Çelës, Riger Sorunajt dhe Emiliano Ramazanit. Vrasjen e Dorian Shkozës se kam porositur pasi kërkoja me çdo kusht ta loçelën. Nga hetimi që bëra me Nuredinin, mësova disa persona të tjerë që kishin marrë pjesë në vrasjen ndaj familjes sime. Nuredin Dumani më tha që është person që ka marrë pjesë në ekzekutimin e familjarëve të mi. Nuk kam ç'të them për Angelo Avdin. Ka qenë në kohën e gabuar në vendin e gabuar. Unë vetë ndjeva keqardhje. Për vrasjen e tij e mora vesh përmes televizorit, mos gaboj. Nuk kisha dëgjuar më parë për të. Alibej thotë se veç financimit, Nuredin Dumani që kreu krimet në emër të tij, i kishte gjetur edhe armët e vrasjes. Armët për krimin i kam siguruar unë. Kam pasur një kontakt të dikuj që njihej si Hoxh. Kontaktin ja dhash dikuj tjetër. Kam folur në Egro dhe Sky me të. Nuk e di emrin e tij. Më niste edhe foto të armëve. Altin Skëndaj ma dha si kontakt. Hoxhën për armë kam kontaktuar disa herë. Kam marrë disa herë armë prej tij. Nga dëshmita Nuredin Dumani dhe Erion Alibej, 3 vite më parë SPAK zbërtheu aktivitetin e të paktën 8 grupeve kriminale me 32 të akuzuar, ku pjesa më e madhe janë të arrestuar. Disa prej krerëve janë arati të fshehur në Dubai apo pa gjurmë, siç është edhe Talo Çela e Ervis Martinaj.